Procesi zgjedhor në Vorë është zhytur në paligjshmëri totale. Individ të paautorizuar lëvizi në përqendra votimi me bedj të anëtarëve të KQZ-s në funksion të një fushate kriminale elektorale. Sot është kapur në flagrancë Gjoni Aslani, pjesë e njohur e bandës së xhabaftëve, duke përdorur bedje të lëshuar në emër të Arlind Papës, antari i KQZ-s, një akt i qartë manipulimi elektoral dhe shkelje brutale e kodit zgjedhor. Në vendngjarje ishin të pranishëm Flamur Noka dhe Albana Vokshi, të cilët denoncuan në sy të qytetarëve dhe mediave tentativën për të deformuar vullnetin e votuesve përmes friksimit dhe skemave të falsifikimit. Përplasja me Bert Xhabaftin, një tjetër figurë kryesore e rrjetit të patronazhistëve, nxori zbuluar gjithçka që po ndodh realisht në terren, por kjo është vetëm maja e icebergut. Prej javësh Vorës janë adresuar denoncime të shumta nga qytetar, vëzhgues dhe punonjës komisionesh për përdorim të administratës publike, ndërhyrje të personave të dyshimt dhe lëvizje me dokumente të falsifikuara. Kryetari i Bashkisë Vorë, Blerim Shera, akuzohet se ka vënë institucionin e bashkisë në dispozicion të patronazhistëve, duke lejuar përdorimin e burimeve publike për manipulimin e votës. Ai nuk është thjesht pasiv, është bashkëpunëtor direkt në këtë proces të paligjshëm dhe e gjithë kjo lëvizje nuk është spontane, as e pavarur, po bëhet për një emër të vetëm, Blendi Gonxhen. Është për Gonxhen që lëvizin patronazhistët me bedj fals, është për Gonxhen që angazhohet banda e xhabaftëve, është për Gonxhen që bashkia kthehet në zyrë partie. Përdorimi i simboleve të KQZ-s nga individ të lidhur me grupe kriminale me mbështetje nga autoritetet lokale është krim zgjedhor i rënd dhe kërkon ndërhyrje urgjente nga SPAK, Policia e Shtetit dhe partnerët ndërkombëtar.